Evarist Beqiri boton librin e ri në anglisht për Ismail Qemal Vlorën. Pas vlerësimit të librit, themeluesi Leadershipi i Ismail Qemalit dhe pas 4 ribotimeve të tij të përditësuara në shqip, Evarist Beqiri sjell për lexuesin ndërkombëtar në anglisht. Ky botim shënon një ngjarje të rëndësishme për kulturën shqiptare. Libri vjen si rezultat një pune të gjatë kërkimore. Ai sjell një këndvështrim origjinal duke riformuluar narrativën rreth leadershipit në kontekstin e sfidave të kohës. Autori sjell një qasje të re metodologjike që nuk është përdorur asnjëherë në Shqipëri për asnjë figurë historike. Ismail Qemal Vlora vjen në një dimension të ri në librin The Founder, Ismail Qemal Vlora on the Leadership, botuar nga Filara në gjuhën angleze. Autori analizon figurën e Ismail Qemalit në prizmin e koncepteve të leadershipit, siç janë karakteri, vizioni, komunikimi, menaxhimi i krizave dhe trashëgimia. Ai ofron një perspektivë të freskët dhe të bazuar në burime të reja. Libri nuk është thjesht një përkthim, ai është një rishkrim i plot i pasuruar me fakte të reja historike. Përveç titujve dhe krerëve kryesore, gjithë përmbajtja e librit është rishkruar. Autori është mbështetur në një bibliografi të gjerë të burimeve dhe arkiveve ndërkombëtare, libra dhe gazeta të vjetra, si dhe dëshmi të panjohura më parë. Vepra ka një dimension aktual. Ajo lidh trashëgiminë e Ismail Qemalit me debatet e sotme për leadershipin dhe identitetin kombëtar. Autori e përshkruan Ismail Qemalin si një lider vizionar i cili kishte aftësinë që të parashikonte ndryshimin dhe të përballonte me sukses atë. Botimi i këtij libri në gjuhën angleze është një kontribut i rëndësishëm për njohjen ndërkombëtare të figurës së Ismail Qemalit. Ai ofron lexuesve nga gjithë bota mundësinë për zbuluar një lider të jashtëzakonshëm i cili luajti një rol vendimtar në krijimin e shtetit shqiptar.